Rikthehemi tani me pjesën e intervistës, siç ju paralajmërova më herët, nga Italia kanë ardhur në Kosovë dy personazhe shumë interesante. Bëhet fjalë për futbollistin 13 vjeçar Erion Tasholli. Erion, faleminderit shumë që je sonte me ne. Faleminderit shumë kafi. Kënaqësi pas në emision. Edhe në anën tjetër, babai i tij Bedrit Tasholli, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dukagjin. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Po flasim për një futbollist në moshë të re, i rritur e i krijuar në Itali. Po me karakteristika shumë interesante sa i përket zhvillimit të karrierës. Unë e kam përcjell, kemi komunikuar në periudhë dhe kam pa çka më ka bërë përshtypje është tatlarësia e tij në krahasim me moshatarët e vet. Erioni është domthon 1.77 për momentin, 13 vjet i ka bën në prill me 16. Faleminderit. Kjo është. Erioni ka fillu domthon në moshën 6 vjeçare futbollin, domthon me marrë me futboll kena çu për herë të parë. Është një klub ana unë thirrën të quhet në Kles. Ju jetoni aty? Atë ne jetojmë Kles, domthon aty ka filluar për 4 vite. Për herë të parë domthon e ka kualifikuar Erioni me klubin, normal nuk është tenis. Po duhet më potencuar dhe kontributi. Po kontributi i Erionit për herë të parë janë kualifikuar në Pulcino d'Oro ose zështë të artë quhet shqip. Për grup mosha të reja. Për grup mosha të reja dikon 9 vjeç. Për herë të parë janë kualifikuar që me marr pjesë, ajo është internacionale. Vinë domthon edhe ekipet që si për shembull të Argentinës, të Anglisë, Francës, domthon shumicën e botës janë. Duke përfshi edhe ekipet e forta italiane. Po, edhe të Italisë vinë edhe janë domthon Milano, Juventus, Inter, ekipet domthon të Italisë që janë edhe këtu janë shumë të forta ligës Serie A, Serie A, Liga e parë është atje. Ma shkurt, fokusi i gjithëve është që aty të grup mosha të reja. Të grup mosha të reja. Ky ka marrë pjesë domthon në atë kohë, me ana unën një vjet më i vogël, u kon ka marrë me 2013, ky u kon 2013 ka marrë me 2012 çat. Wow. Një vjet më i vogël ka qenë. Me ato im kualifiku për herë të parë. Domthon kanë shkruar edhe gazetat e provincës na i quajmë në atë vend Trentino Alto Adige për ekipin edhe për Erionin. Tani një vit më vonë scoutët që kanë po në atë turne kanë thirrën Trento dhe Bolzano, Südtirol dhe më vetë Südtirol, edhe Trento, Aci Trento. Po ky kur u shkue në Aci Trento, ju ka dok pak më mirë se i ka po dhe shokët vetë, që i ka taku atë. Moshatarët e vetë edhe unë në Trento. Aty tani ka pas mundësin edhe një vit me marrë pjesë në Pulcino d'Oro, se shkoku i moshës, aty ka vazhdu edhe një vit, janë kualifikuar edhe njëjtën kohë domthon, nuk kanë mujt me arrit në finale, po kanë arrit dikun në pozitën e 17 mos gabofsha. Okej. Që nuk u kon pak, se në ata 17 në Trento nuk kanë arrit kurrë, domthon asa tani atë kohë. Dy herë vjen me regjistru historik kështu të klubeve. Prej aty, domthon ka një vit ka vazhdu në Trento, mas Trentos na kanë ftesë përsëri FC Südtirol, domthon klubi i Südtirolit që është i Bolzanës. Ato e kom pyetje, domthon me marrëveshje gjithmonë me Erionin, nuk vendosëm vetë. Se duhet ky mundi mirë fillimisht. Normal, se herën e parë nuk ka dashur, edhe pse ka pas kërkesën për Bolzanës, domthon Südtirolit. E ka tërheqë Trento. Po. Jo, ky nuk ka dashur më shku, se kanë pas dy ftesa, ka pas me Trentos dhe Bolzanës. Po them ambientimi ka tërheqë Trento. Po, te Trento, po, aja po. Aty tani vitin e një vit më vonë kem biseduar pat me Erionin, më thonë nëse të vjen ai ftesë, veç ftesën e kisha, po desha me marrë domon pulsin. Nëse të vjen ai ftesë për Südtirol dhe Veronës ose një ekip tjetër, s'e ne kishte preferuar ta bëj me Südtirol se këta kanë pas kontakte tani, kanë pas lojna. Po. E kanë po më shpesh. Po, po më shpesh edhe kanë pas që janë ekip më i fortë se Trento, është normale, se ta janë Serie B. Edhe atë domon tani kum shua pat me scout, domon e thon për zgjas ose shqip. Po. Edhe kemi bisedu, domon që Erioni është dakord. Monor ka shku me një provë që ka bën, ata e kanë njoftë Erioni se e kanë pasur në kontroll. Po. Në veshgjem edhe e kanë domon një provë që ka pas, kanë vazhduar kanë marrën. Tash Erioni që 3 vite është domon FC Südtirol. Është lojtar domon më i dallun në gotën e ekip. Po domoni ka onë ndikon 2-3 golla vitin e kalum sezonin që shkoj, plus i ka dikon 19-20 asistime.
Wow. Që domthon nuk është edhe që lumë veç vet, po domthon ka lumë me ekip. Tregon shumë për karakterin e tij. Mosha e tina është diçka më të habitse dhe trajnerat kur peshojnë tash kur këto që është FC që morë. Ju jeni orë tash edhe në kampin e Milanit në Prishtinë. Kemi orë në kampin e Milanit në Prishtinë, kemi qenë edhe në Vizmara para 3 javë, edhe atje. Erioni ka marrë pjesë, po tash jemi orë në pushim për 1 javë, merr pjesë edhe këto. Edhe këto si të Kosovës trajnerat, si trajnerat e Milanit janë të mëndën ta pa fascinuar kur përshojnë Erionin 13 vjet me këtë mosh, domethënë gjithë këtë aftësi dhe kapacitet që e ka. E kanë shtin grupin me mosha 17-18 vjet është lu, por shumë pak është dallimi me domethënë me moshën që ka kë me ta. 5 vjet më të vjetër se Erioni. 5 vjet më janë më të domethënë. Orion. Kallëzëm çka të ka pëlqyer më shumë ti kur ke fillu, kur ke dashur me u marr me futbollin, apo ka qenë dashuri e hershme me topin? Njerë kom pa lujt, që ka lujt Milan, Juventus, e kom pa lujt, unë njerë kom dashur me lujt volleyball, kur i kom vogël se kom pas vllahën që ka lujt volleyball. Oh, volleyball. E tani veç kur kom pa lujt na futbollit, ka pëlqyer shumë, se kur vësh gol ai zultime, dorsa më do ke vënë, kom njëse Ronaldo. Kur ja ke fillu le të themi karrierën, s'po them se i e kon shumë i vogël, po më vonë kur ke nis me kuptu futbollin mirë. Kush u kon futbollisti që e ke marrë si model për me mësu për i tij? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Para Mesit. Pse Ronaldo? Se kom pa shumë gol, e zultimin shumë e mirë e kokë, edhe gola gjef më të mirë i ka pas. Roveshata. Ja vërtet është. Klos ka luajtur edhe në Italitë e Juventusit. Po. Aty besoj e ke përcjell. A shfrytëzon kohën me përcjell edhe ndeshjet e series A kur ki kohë? E këshirin kipe që du ma shumë Milana. Jaj. S'na ka dorë veç këtë sezon? Që stagjon ka fundit e kanë launë. Si ja kanë të shku në Champions League, që të janë dollë 5. Conference League që ta shkojnë. Ke ardhur në Prishtinë, me marr pjesë në kampin e Milanit, çështu ka dok si përvojë deri tash? Ka pëlqyer trajnerat, ambienti? Po pëlqen shumë, ambienti shumë i mirë, trajnerat respektuosh. Unë jam të ushtruar shumë mirë për japë maksimumin për me realizu ondra. Edhe e keni përparësi, jam gabim a ka dhe trajnera italian në ka? Tre trajnera italian janë. Komunikimin e bën edhe italisht, se ki zhvillu me gjuhën italiane shumë mirë. Ata më folin italisht e bëj traduktore me Kosovës ata. Perfekt. Ka pas përvoja Erioni gjatë periudhës ti, po du veç një element me undalë. A je befasu edhe te vetë fillimisht me 7 lartësinë e Erionit edhe dyta që për mu të paktën që përcjell, ose për neve që përcjell futboll, është pak më veçantë kur je 7 lartë edhe ki aftësi të menaxhimit topit shpejt. Është kombinim që shumë rrallë ndodh. Erioni qysh i vogël, domthonë ka pas edhe dëshirën bëj këtë manovrime me top. Edhe ato domthonë kom pas që ka një farë pasioni. Na jem edhe kena luajtur futboll kur domthonë shkollë kur më kanë, ne për shkollë ne kemi vazhduar me volleyball edhe me vllazni. Unë ja gjysh topin në dorë, kë kap këtë topin, e lëshoj ke im shike me kam. Njerë 2, 3, 4 edhe aty dëmonë e vrejta që nuk e ka dëmë në qes pja dëmë volleyballin ti personi. Po koma, futbolli. Po, edhe aty dëmonë të ne kemi vazhdu edhe kësi i vogël e kom qu. Se une, kur kom luaj volleyball e kom marrë me veti çdo herë ta, në fush. Shkaku që keni pas volleyballin si pjesë familjes, kanë ushtru edhe... Po edhe vllaznia, edhe dëmonin konselja, dëmonin ligën e partë Kosovës, tani kemë vazhdu se kushtet që vonë atë ko lufta e sa, kemë vazhdu një emigru në Itali, për 96-ës, e atje dëmon, e kur kalin 2013 në Erioni, me ana 3 vite, Erioni veç ka nisë dëmon me lujt me top, se në topat gjithmonë i kemi pas shpe. Aty ta e kom vrejt që pasioni ti është futbolli, nuk është volleyball, edhe domon ka dalë, kena vazhdu si na për kamp ose dikon ku i medal, ky ka nis me ushtru ka pak me top, edhe domon moshën 6 vjeçare kena regjistru. Që shtregova më herët në mosha e tina është domon foti i tij e ka një plus këtë që i ka kur ka filluar me
si thanë ne me zhogzha me shku fëmija, ky nuk ka shku zhogzha, ky ka pikërisht të dashta mundosë. E ka historinë shumë. Edhe fjalët e doktorit që ka thonë Asane janë shumë interesante. Shumë e rrallë është historia dhe mon që ti e veçantë është. Ky nuk ka shku zhogzha, po ka ul ka ec. Domthon me kam e ka ngrej vetin, trupin. Edhe i ka muskujt, sikur me ushtru domthon pesha, tronda. Merë kena pos probleme edhe me pediatrën kër e kena nërru, mas 3 vite se ka shku në penzion pediatra, edhe kër o bon rrimi kena marrë tjetrën, aja nuk ka besu kër kena që për jetë por në kontrol, kër e ka po trupin dëmon abdominalit edhe muskujt e kamve dëmon, edhe durve, aja ka minu që na, sikur se unë edhe shoq që kena jena kon sportista, gjithmonë me volleyball dhe futbol, ka minu që mëse kena shtim me ushtrut me pesha. Edhe tha çaj keni bë djalit, thash na djalit si kena bërë gjallë, nisa me kërë, se më jam marroki çapo do më thon. Tha jo si një mirë, thash pse çka ka ndodhur? Tha djalit tha në të shtruta jo me pesha tronda. Tha e di që është jashtëligjshme, tha fëmijë me maltretu. Thash po më vjen keq, thash nuk na beson neve, thash mund me thënë me telefon pediatrën. Më e hershme ta shpjegon ose thash po ta shpjegojone, po ja es kuptoj ke. Dhe se e këna bisedu këta dalëmon për rastin që ka ndodhë, atëherë të ne ka thirë pediatrën tjetër, edhe aja e ka spjegu kanë jo, mëse mu se kjo është rast i 1 milion, rast një person 1 milion ndodhë, po kjo aftësia e ti është shijet ma vonë. Ne këna pos frikën se shumë në ashtasmon me hetës, i shka në atë ku. Po, me fjallë të pediatrës të parë, aja dëmon nga ka njëftu që nuk ka problem, mësë bëni marak, se kjo veç është rasti rralli veçantë. Edhe më të vërtet është po shien dhe po vrejen dhe mon efektet e asoj që ka vepru në atë ku. Deri tash, Rioni është si një klub vetin kulun, ato është shumë e mirë edhe ma hershëm, po kemi edhe dhe mon besoj oferta që në kanë orë, po në zbam mi bo fort publike. Jo, s'kem nevoj tash se veç prish punë, ma shumë. Po oferta në kanë orë dhe tash. Po ka oferta edhe tash, edhe du të mi mojt pak konfidenciale për shkak të raportit që mund me prish edhe me ato, klubin e ti, klubin se nështë edhe ju dini reglat që shumë në perendim. Këto mbanë vija sekrete derisa nuk vjen punat e zyrtarizimit, se e dëmton procesin. E dëmton shumë, edhe procesin, po edhe më me dëmtu Erionin edhe ekipin ku janë të interesuar. Ta kom pa dhomën, i kom pa mirë njohit për Real Madridit, prej Milanit, prej Juventusit, prej shumë skuadrave, prej Barcelonës, besa në realitet. Qysh është për një fëmijë të moshës tënde, se ti pa i bod 13 vjet, i ke provu ekipet më të mëdha evropiane me qenë në për turnet në ndryshëm. Qysh është për një fëmijë të moshës 12 vjeçare me përjetu krejt këtë përvojë? Është shumë mirë emocionant se ti i shkon që ato jo për me kon, për me ushtru, për me luj, për me kallëzu veten, po që sen e kam për familje, se ata më qojnë kem, pa më qojnë me lujt futbol, pa ata më nësmoj me basa. Qysh është ndjenja kur interesohet, për shembull që në ftes Barcelona, Real Madridi, Milani, qysh është ndjenja kur vjen ftesa? Emocionant, jam si me kon happy. Po. Tane, dojmë vjen më kohë se po mërzit, na, shumë... Ama besoj përvoj shumë e mirë. Herën e fundit ku shke Roberto Carlos, a e ka bo hapjen e torneut fundit? Po. Qysh ka qenë torneu në përgjithësi, qysh të ka duk? O kom shumë njerës, ka po shumë ekipe, janë kom 100 ekipet e botes, tane që ato janë konkret, cirkolo kom, e mesë kom Roberto Carlos që ka bo e ka hapjen e tornirist. Fantastike. Po du më ndalë pak të, edhe pse mosha është e re, po du më ndalë pak të çështja kombëtarës Bedre, a ka pasur interesim Italia, a ka pasur interesim Kosova, ku jemi me kombëtarën? Erioni ka interesim dëmon për Erioni si Italia, si Kosova. Janë të intereson, po mosha e ti dëmon, edhe pse është i rritur në 13 vjet, mosha e ti dëmon për me lu me 15 qatë, na edhe kemi bo një kërkes në kombëtarën e Kosovës tash që është me 8-9 gusht. Besoj që kam më koni ftun për moshën dëmon jo, po për shkak që ka dëmon aftësit edhe gjatësien edhe dëmon monët ka shansa dëmon më ftun. Nuk jam 100%,
Po ka shansa më ftu edhe për U15. Ja mundsojmë parametrat e trupit edhe aftësitë e tij. Po, se ky dëmon stash për momentin kë mund më konë edhe me aftësi edhe më aftë se sa ata 5 majsa që janë. Sa? E aja besoj që mundet me aplotsu kushtet me 2015 me 8-9-10 dëmon gusht i kanë korrekt i kanë. Tani kanë edhe në gusht më zgabosha, po tash më varët edhe për federatës. Ata janë të vëzhgu, dëmon në kem të Milanës, i kom vrejt që kam edhe informata. Tash shofëm, tash tarmën, ne ky dëmon Erioni është shumë i lumtën për shkak se i plotësohet kjo ëndër. Besoj që kam ju realizu, se i ka kushtet. Edhe ka punu. Punon. Edhe në klubin ku luan e kanë një të mirë, se i kanë trajnerë shumë të fortë. Ta bëjmë pjesë me Serie A, dëmon të Italijës, dëmon luajnë me Milano, me Juventusin, Interin, Veronën, Atalantën, këto ekipe. Top niveli ekipeve italiane. Nuk është vetë ligë, me thon hajt ligë, po është ta luajnë edhe armja italiane, ekipi çka është. Kur bojnë torneo, unë kam dëmon dokumentuar çdo sen me foto, me video, me kret. Këta dëmon maksimumi vendin e tretë kanë. Me ato, vendin e tretë, vendin e dytë, vendin e parë. Edhe ekipet dëmon si Milano ato janë dëmon të shumë janë i thonë që ka puna e strukturale që ka dëmon ekip i fort, i trive dëmon e kanë shumë trive. Se ata i kanë vendosur qëllimet e tyre. Ata shumicën e rasteve punojnë me grupmosha të reja. Shumë. Strukturalen se kin liga me ekipe më të mëdha nuk e kin liga të lartë. Ata fokusin e kanë prodhimin e gjeneratave të reja. Janë Serie B ata. Dëmon B-n e kanë, nuk janë të interesuar me shkollë Serie A se mos i kanë. Po nuk janë të interesuar. Po Terenia po. Dhe fati i Erionit është se i ka pas 2 trajnera se 2 vite radhas, ata janë sidomos i pari, u kanë shumë i fortë. Edhe ata e njohin cilësitë e tij shumë mirë. Shumë. Po pa edhe trajneri u kanë shumë i fortë si për ekip. Dëmon aja ka mundsu këti edhe dëmon edhe tornej që i kanë bo, se nuk është pak me bo tornej me Milano, me Interi, me ta, me mrive në por, 2 edhe 3. Edhe çuditën edhe ata vetë, dëmon, që është e mundur këta, ka shumë me arrit. Te Erioni, duhet me thonë që po më pëlqen intervista me to shumë, edhe po më pëlqen mënyra e përgjigjeve shumë, edhe nuk më i pyet pak për kombëtarën e Kosovës. Çfarë ndjeni kish me qenë për ty, me marr ftesën, me vesh fanellën e kombëtarës Kosovës, velindjes prindërve tu? One vesh ata kur ma qënojnë letrën, ka zonë Erion të jeftu për me one emocionona. Ata më shti me lejnë në fush. Pi që ato e të une ko me vo maksimumin, se nuk ka është e kurin konktoren, tani mi të tonë, jam i konktorës që ta shko gole ma me lu që ato. Te hen me jo maksimumin ata, me kalzu vetin ata, që ko shje. Kam firë për me kalzu maksimumin, se shumë janë 3.000 milion vetë, në krejt botën që janë kosovarë që do me lujnë konktorën. Eve nuk ka shpar nëse të vjen ftesja me lujnë me konktorën e Kosovës. Ja, ata shumë është ta. Dhe më thonë, kjo nuk është thjesht përgjigje automatike, po është çështje mentaliteti. Do thotë, me një mosh ka streje, me thonë që nuk kemi interesuar në kur vjen ftesa emocionona, po nuk kemi interesuar veç me vesh fanellën, po me dhon maksimumin, se për këtë fanellë luftojnë shumë tjerë. Është ka paku. Po më intereson se gjuhën shqipe e flet rrjedhshëm. Që so jeni në Itali, që so jeni zhvendosur në Itali, se për Erionin e din që ka lind atje. Ne jemi prej 96-s. Domthon 31 vite i bëj në prelling më, domthon 30 për 31 të shku. Ama gjuhën shqipe shihet që keni pas pjesë familjes. Na flosim gjuhën shqipe se për italishten ky është i obliguar me mësua atje, se është shkollë, s'ka ato patjetër e ka. Gjuhën shqipe në flas si kemi edhe një djalë më të madh, ka emrin Blard. Ai e një gjuhën më mirë se ky normal është i vogël, alo s'ka arrit ato. Ama ai e një edhe domthon edhe shkrimin edhe leximin është thotë që rrit Kosovë, sonë kupton. Domthon ka kapacitetin shumë të zhvilluar domthon edhe tash e ka regjistruar Akademinë Ushtarake në Itali.
ka luajtur volejboll, ka pas stesën edhe për ligën e parë të Kosovës, po nuk ju ka leju atina se volejbolli ka pas do rregulla tjera. Aty nuk lejohet kalimi. Si lejohet, nuk e lejohet. Nëse lejohet. Se kom diskutuar me federatën, është e pamundur ndrrimi i kombëtarëve. Nuk ka mujt. Po nalim pak te kampionati botror. A ke mujt me përcjell ndeshjet e kampionatit botror het si vjet? E kom po që ka vënë gol Messi. Po. E kom po Brazili me Maroko 1-1 që kanë bë. Kush mendon që mundet me qenë një prej kombëtarëve në bazë stilit lojës, një prej kombëtarëve që mundet me kon favorit si vjet për me fitu kampionatin botror? Franca, pse? Po më pëlqen se është që tash u jeve Olize për mu lejtori më i fortë në krejt. Edhe kur e llogarit për shembull e kanë treshën e sulmit Olize, Mbappé, Dembele. Po. Plus Desire Doué. A mendon që mundun ja dal? Unë besoj që Luna 5 në finale kundër Argentina e fiton që tër Franca. Shpresoj që fiton. Mi uro prapa atyne. Bedre, përpos aktiviteteve me djalin, familjen, a ki edhe ndonjë gjë tjetër që punon në shtetin e Italisë? Jo, na shoqja është infermiere, unë jam kom pas një firmë, një punë benzinës. Okej. Po me kushtet me erionin që është dashur me përcjell nuk më isha me arrit domon shpesh raste me mbyll. Edhe jam të rjek, jam kthy domon kom pas ofertën edhe kum punu më herët. Jam kthy mrapa edhe jam tu punu kum punu më herët. Atë domon mu ka ofruar një rrugë shumë më mirë. Jam edhe si lloj përgjegjësi i do reporteve ato. Okej. Kështu që nuk ka konvenu se për shkak ma shumë komod shkaku i obligimeve. Sa është larg Suterolli tash prej Juve, a ju bën shumë me udhëtu? Konë është konservitja në lojë? Rioni ka 60 kilometra ku ku banojmë na me ku fushat ku shkon me ushtru. Rioni ka 4 ushtrime në javë, domthon niset në ora 3, kthehet në ora 8 mbrëmje. Ushtrimet i kanë 4:45 fillojnë deri 6:45 dikon 2 orë i kanë. 2 orë të ushtrojnë 4 ditë, i kanë lojt kampionatin që i kanë, plus dëmone tornejt, ose edhe miqësore, kanë edhe miqësore, lojë miqësore që i bojnë me ekipet, marrëveshje që i bojnë klubet. Ka ndodhur tash herë në fundin e mikanën edhe në Austri me Salzburgur. Kemi pas me Milanën para një muji, Vizmara, ato kemi pas një miqësore, Rioni... Vizmara për ndryshë është një prej qandrave më të njohura në Po, ata edhe, më thonë drejtën edhe kanë në vëzhgim me Rionin edhe ata, besoj që edhe ata mund me pas i shkantarmën për Rioni. Kanë lujt 4 pjesë më zgabofsha, pjesën e se këta kur të lujnë i kanë i ndërrojnë. Vitin e kaluar kanë ndërruar, tash në vitin e ardhshëm nuk i ndërrojnë, i lujnë për shembull një mesh. Ta vitin e kaluar kanë lujnë në Nanç, po i kanë për shembull 20 diçka lejtor i ndërrojnë se për shkak që çdo fëmijë do të me lujë. Me pas minuta. Me pas minutat e vet. Ky ka një pjesën e dytë edhe të katërtën. Pjesën e dytë domthon kanë fituar 1-0 për Milanës. Pjesën e katërt kanë me të baraz. Po nuk ka pak, tash për një ekip super kë që me arrit domthon me Milanë më kanë me fitu ose baraz. Na po flasim për një fëmijë që i ka mbush tash 13 vjet. 13 prill. Faleminderit, tash është këtë ardhmja para ti. Erion, unë kam qef me të ndodh edhe kam besim që Kosova të fton edhe kisha pas qef me të pa me fanellë të Kosovës. Faleminderit. Edhe uroj që të shohim te Milani jon në të ardhmen kur e bën moshën. Uroj. Faleminderit. Edhe nuk kam dyshim aty, po me punë besoj shumë që arrim. Që tash jam alej vogël, po unë që tash ushtroj ditë për ditë, e tani nëse unë luj që jam të lujt, na shtaj, mri Milano, luj kontore tani kur i bojtet me vjet, rruga shkon. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë që ke vendosur intervistën e parë me postën aktu. Faleminderit. Edhe për gëzoj se intervista ke fantastike. Faleminderit. Me drejt, faleminderit shumë. Ju uroj shumë sukses në rrugtimin, qoftë me kombëtarën, qoftë me ekip. Edhe ju urojmë fillimisht shumë shëndet Erionit, pasi ajo është më e rëndësishmja. Tjerat e ka dëshmuar Erioni që mundet me imri me kohë. Erioni, thashë tani, Erioni ka marrë pjesë, nështë ta shpjegoj, ka marrë pjesë edhe në kempat Barcelonës, të Interit, Juventusit e këto. Dëmon, koni ftun 2 vite radhas për Madridit,
kemi qenë Madrid 2 vite radhas, 2 vite radhas e ka zonë vendin e dytë domthon botror. Në edhe ato se të ka marrë, nuk është pak, ato e ka zonë vendin e dytë me domthon me ndihmën e Erionit. Vitin e kaluar kanë ndesh më në morr ekipi italian, kanë ndesh më marr në Madrid dhe për morëm na anë. Tash unë s'kam mundësi me bë ato, se është keq për mua si prind, edhe për domthon për Spanjën me bënë këto veç kishin lojti, veç as kishin filluar. Tash vitin e ardhshëm mundna me bisedu. E çka ka ndodhur tani vitin e ardhshëm kanë bë ftesën, trijat njëjtën kohë, se është turniri bëhet njëjtën kohë në prell. Edhe Barcelona, Real Madridi edhe domthon e Italisë. Ky e ka pranuar të Italisë, edhe kem luajt me Madridin, domthon me Spanjën, kanë mujtën 3-2. Kanë luajtur tani me ekipe tjera, Kanadën, kanë luajtur me Uruguayn, kena fitu 6-1, kena luajtur me Australien, kena fitu 7-1, kena luajtur me Indien në semifinale, kena fitu 3-2, vash unë 2 gola. Kena luajtur edhe kundër Meksikon finale, hopëm 3-1, e vash e vënë 1 gol. Kena luajtur edhe kundër Gjermanisë, kena parazut 0-0. Kena luajtur edhe me tani kena kry lojë. Domthon finale me Meksikën, si vjet me ekipin e Italisë, është ka video, po ka shënu gol, domthon me Indien e ka shënu gol minutën e fundit, e jep 1 gol dhe shkojnë në finale. Aty treneri domthon shkon në fushë qof pikëzimit të ai se ai ka interesat personale. Po kumës me qof. Në finale me Meksikën, më thon drejtën, se këta petë kanë bërë ndrymën se që thash më herë, se këta kanë ndrymin. Meksika nuk i ndroi dhe kanë pas 2 vjet më të maj lojtarët. Edhe kanë shfrytzuar për vojë. Po shfrytzuan se klubi domthon ku ka luajt me ekipin e domthon Italisë, Erioni ka pas më të vogël. Moshatar. Momentin që u ndrua Erioni, rona ata pak, po në finale nuk e kena menduar se besu që këta kanë më arrit në finale. Po ka në kjo diçka është veçantë edhe u gëzua trenerit, është çdo herë më thirr, ka mundësi vitin e ardhshëm me bruma 5. Për vitin e ardhshëm kena thonë se do të më prishë do sens se koha e bën vetën nuk i dihet. Nuk guxojmë kaq herë më thon po se kur të po tani dohet me mojt fjalën. Absolutisht po. Faleminderit shumë Betri për kohën. Ju uroj pushim të këndshëm tash edhe me angazhime të keni këtu me kampin e Milanit, po ju dëshiroj që gjithçka shkon mbarë mirë, edhe faleminderit shumë për intervistën që keni ardhur sonte. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit Erion, shumë suksese. Faleminderit për që na keni ftuar.